refleksionin në rajonin tonë? Po situatë e sigurisë edhe në aspektin e sigurisë globale, por edhe rajonale është mjaft e cënuar, sidomos tash lëvizjet e fundit të zgjedhjeve të reja në Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe funksionimi që një formë po sjell një kokçarje në gjithë këtë sigurinë edhe të rajonit, sigurinë e brishtë të rajonit. Mendoj që është e vonuar kjo aleancë. E vonuar? Po, e vonuar në kuptimin e asaj se është dashur më herët, fatkeqësisht nga me Shqipërinë, se kemi pas shumë marrëveshje që nuk janë zbatuar. Jo që jam skeptik, por realiteti është që ato janë bërë, po asnjëherë nuk po zbatohen praktik. Mendoj që kjo është momenti i fundit që një aleancë e tillë, pa marrë parasysh se definuar në 4 pika, por mendoj që substancialisht duhet ajo të vihet në funksion, nga se rreziqet e kërcënimet për Ballkanin janë shumë të aktuale, shumë të prekshme. Situata në Bosnjë e Hercegovinë është para shpërthimit, këta kom pa qysh më herët edhe kom aluduar, mendoj që vështirë është në këtë situatë thuhet se a duhet e mira këtij koalicioni është nga se asnjë nga këto 3 shtetet, 2 anëtarët të aleancës veriatlantike të NATO-s, edhe ne që pretendojmë të hyjmë si Kosovë, nuk kam pretendime territoriale ndaj shteteve të tjera. Kjo është një pozitive edhe kjo për Serbisë është prish çdo herë një reagim i tillë, ai më njëherë shkoi në Bruksel te sekretari i përgjithshëm i NATO-s, po ai bën punë fare mandej thirret në prishjen e marrëveshjes vitit 1996, marrëveshjes e për reduktimin e armatimit në rajonit atëherë si u quajt pas marrëveshjes së Daytonit pra të vitit 1995, pas përfundimit pra luftës në Bosnë mes Bosnjë e Hercegovinës atëherë me 2 etnitete, pra Federatës edhe etnitetit serb që po nxjerr kokçarin, por edhe Republikës Kroacisë edhe ish them një federate ashtu artificiale mes pra të quajtur Jugosllavia mbetur mes Serbisë dhe Malizi. Dhe ajo mendoj që nuk u zbatua asnjëherë, nga se nëse dikush e ka prish këtë Shërbia. Po, këtë marrëveshje, them këtu, për reduktim të armatimit, apo mos dominon një forcë rajonale ashtu, është Serbia, nga se ajo të fal neutralitetit, apo si ajo ka proklamuar, çdo është armatuese edhe nga perëndimi edhe nga lindja, edhe realisht rrezikon rajonin. Rajonin, duke thënë këtë Ballkanin